I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e bën këtë lloj istighfari në mëngjes dhe vdes atë ditë, Zoti ja ka siguruar xhenetin. Kush e thot në darkët dhe vdes atë natë, Zoti ja ka siguruar xhenetin. Sayyidul istighfar, kulmi, zonja, formula më e mirë e istighfarit është që të thot njeriu, o Allah, o Zoti im, ti je Zoti im, nuk ka Zot tjetër përveç teje që meriton të adhurohet e të njihet si Zot. Mua më ke krijuar dhe unë jam rob i yt. O Zoti im, unë mundohem të jem në koherencë, korrekt me atë që të kam premtuar kur i kam thonë vetes se jam musliman dhe jam fut në këtë fe. Të kërkoj falje o Zot prej të këqijave, prej paudhësive që unë kam bërë. O Allah o Zot, i pranoj të gjitha të mirat dhe i pohoj çfarë të mira e kam prej teje. Po njëkohësisht o Zoti im pranoj dhe pohoj të gjitha gabimet e mia kashi teje. Më fal mua o Zoti im, se s'kam kujt të drejtohem përveç teje, ti je i vetmi Zot që duhet njesh si Zot dhe që meriton adhurimin.